Video incizimet e ditës kritike, kur u vra tani ndjera Liridona Adema, janë lëshuar në gjykatën themelore në Prishtinë në gjykimin ndaj Nai Murselit, Kushtrim Kokallës e Granit Plavës. Krismën e armës e britmat e 2 fëmijëve kur ju vra e ëma, Nai Murseli i dëgjoi edhe duke i vendosur edhe kufjet. Në pamjet që u shfaqën para trupit gjykues, tregonin lëvizjet e të akuzuarve në ditën kritike. Takimin e parë atë ditë Murseli e Plava, sipas pamjeve, e patën në një pompë derivatesh në fshatin Cërmjan të Gjakovës. Vetë po e shifni që ka arritur vetura Liridone, vidi se shifet vetura dhe ndjera Liridona. Në pamje të tjera u shfaq vetura Seat e Granit Plavës dhe më pas ajo Range Rover e Nai Murselit. Pamjet e tjera tregojnë rrugën Dalip Alshiqi në Bërnic, ku ndodhi edhe vrasja. Aty shihet se si vetura Range Rover vjen e para dhe 3 sekonda më pas në vendin e njëjtë, pas asaj veture vjen vetura Seat, aty arrin së bashku nga pompa e derivateve. Në një moment, Naimi ulit në vendin e vozit në veturën e tij, ndërsa Graniti në pjesën e pasagjerit. Sipas pamjeve të regjistruara, shihet se si akuzuari Murseli shkon në shtëpi, e merr Liridonën e fëmijët e më pas vazhdon në restorantin Etno Kuqa në Graçanic. Menjëherë pas tyre shkon edhe Granit Plava. Hyrja e Granit Plavës në restoranin Etno Kuqa, i cili do të ulet në të kundërtën. Pas daljes së Murselit me familje nga restoranti, pas tyre shkon edhe Granit Plava. Derisa po shfaqeshin pamjet, në audio dëgjohet krisma e armës dhe zërat e fëmijëve. Sipas kamerave të sigurisë, krisma dëgjohet në orën 20:17. Nga pamjet e vendit ku ndodhi vrasja, shihet vetura e të akuzuarit Murseli e parkuar në mes të rrugës, ndërkaq autobusi urban ishte i pari që arriti në atë pjesë pas vrasjes e që e kishin lajmëruar policinë. As ti ndihmoj Liridonës, as ti bëj dëm. Vërejtje për shfaqjen e video incizimeve nuk pati avokati palës së dëmtuar Lotrim Sylla, por kërkoi që si palë dëmtuar të elaboranin edhe disa momente të tjera në një seancë tjetër. Kjo kërkesë e Syllës u refuzua nga kryetaria trupit gjykues Fatime Dërmaku, por kritika patën avokatët e palës së akuzuarve. Pas përfundimit të seancës, vëllai i ndjerës Liridonës tha se pamjet treguan se vrasja e motrës së tij ishte planifikuar. Ajo se çfarë pam sot në këto pamje, e qartësojnë mirë se Naimi së bashku me Kushtrimin janë organizatorët kryesorë të vrasjes, ndërsa vrasësi i motrës sonë është Granit Plava. Nai Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla akuzohen për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Fillimisht u raportua për vrasje si pasojë e grabitjes, e më pas prokuroria bëri të ditur se gjithçka ishte in skenim.